thirrsi duhet të jetë i devotshëm, të kryejë detyrat e fesë dhe të ruhet nga gjunahet. Dhe të jetë shembull për njerëzit. Allahu subhanahu wa ta'ala në shumë vende në Kur'an na ka urdhëruar që të kemi taqwa, të ruhemi zemrimit dhe dënimit të tij, të kryejmë detyrat dhe të ruhemi nga gjunahet. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur në Kur'an se Shuaibi alayhi salam I ka thënë popullit të tij: "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Unë nuk dua që t'u kundërshtoj juve në diçka që u ndaloj. Pra, nuk dua që domethënë t'u ndaloj juve diçka e pastaj t'u kundërshtoj juve duke vepruar këtë vepër të ndaluar. Përkundrazi, atë që u ndalon njerëzve, duhet heqësh dorë vetë prej saj. Atë për cilin I urdhëron njerëzit, duhet ta zbatosh edhe vetë. Në këtë mënyrë thirrsi mund të jetë përmirësues. Në këtë mënyrë mund ndiqet shembulli I tij tek njerëzit. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka treguar dënimin e atij njeriu që urdhëron njerëzit për të mirë, por nuk e zbaton të mirën vet. I ndalon njerëzit nga e keqja, por vetë I kryen veprat e këqija. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, do sillet një burr në ditën e gjykimit që është banor I zjarrit të xhehenemit. Hidhet në zjarrin e xhehenemit, do t'i dalin zorrët dhe do të sillet rrotull me to në zjarrin e xhehenemit, ashtu sikur se sillet rrotull gomari rreth gurit të mullirit. Edhe do të mlidhen rreth tij banorët e zjarrit dhe do t'i thonë: "O filan, ti ke urdhëruar për të mirë dhe ke ndaluar nga e keqja. Pse përfundohen në këtë dënim?" Ky do të thotë: "Po, kam urdhëruar për të mirë, por nuk e zbatoja vetë. Kam ndaluar nga e keqja, por I kam kryer vetë veprat e këqija." Pra ky ka qenë shkaku pse ky njeri ka përfunduar në këtë dënim kaq të rëndë. Allahu subhanahu wa ta'ala e urren që njeriu të thotë atë që nuk e bëj, atë që nuk e bën. Allahu I ka kritikuar në Kur'an ata njerëz që thonë atë që nuk e bëjnë. Ja ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O besimtar, pse thoni atë që nuk e bëni? Është tepër e urryer tek Allahu I lartësuar të thoni atë që ju nuk e bëni. Në mënyrë që njerëzit ta marrin për shembull thirrsin, duhet që ai të jetë shembull me veprat e veta. Duhet I kryejë detyrat, të ruhet nga gjunahet, të ketë moral të mirë. Sepse për njerëzit kush është argument që një thirrës është I çiltër? Veprat e tij. Kjo është treguesi për njerëzit. Ata do ta shohin thirrësin tek veprat e tij. Në qoftë se një thirrës ecën rrugën e Allahut, I kryen detyrat, ruhet nga gjunahet, është prej atyre që I ruhen zemrimit dhe dënimit të Allahut, ky është I çiltër për ta. E në qoftë se thirrsi nuk I kryen vetë detyrat, nuk ruhet edhe nga gjunahet, atëherë për njerëzit ky është tregues që ky thirrës nuk është I çiltër. Atëherë si mundet që njeriu të jetë thirrës që përmirëson gjendjen e njerëzve, në qoftë se vetë nuk është shembull? Si mundet që familja e tij të bëhet shembull për tjerët, në qoftë se ky njeri, familja e tij nuk përpiqet që ta bëjë, domethënë si mundet që të përmirësojë gjendjen e familjeve të tjera, në qoftë se ky familja e tij nuk përpiqet që ta bëjë shembull për njerëzit? Ne përpiqemi të përmirësojmë gjendjen e njerëzve, si gjendjen individuale, por edhe gjendjen familjare të njerëzve. Por nëse ne vetë jemi të dobët, nëse familjet tona janë dobta, atëherë si do të japim ne shembullin e mirë për përmirësimin e gjendjes së familjes në shoqërinë tonë. Për këtë arsye, vëllezër, më e rëndësishme është dija e fesë që çon në përmirësimin e individit dhe familjes, e para. E dyta, zbatimi I kësaj dije që çon në përmirësimin e individit dhe familjes. E treta, thirrja e njerëzve në dijen e fesë, në zbatimin e rregullave të fesë, që çon në përmirësimin e individit dhe të familjes.
Në qoftë se njeriu është i dobët vet, s'mund të shërbejë shembull për tjerët. Njerëzit kanë nevojë për shembull, jo vetëm për fjalë. Në qoftë se familjet ne nuk do t'i kemi të rregullta, atëherë këto nuk mund të shërbejnë si shembull për njerëzit. Duhet familje në cilën respektohet prindi, familje që ruan nderin, familje ku respektohen të drejtat, drejtat e bashkëshortit, drejtat e gruas, ku zbatohen rregullat e fesë. Këto familje do të shërbejnë si shembull. Duke u shtuar numri këtyre familjeve, do të përhapet modeli i familjes së pastër dhe të shnetshme islame, sikurse e kemi pas ne muslimanët ndër shekuj, nga koha e profetit deri më sot. Sot rrezikohet familja. Është rreziku i madh që të përhapen rrymat dhe idetë liberale. Si mund të bëjmë ballë atyre ne? Kryesoret janë këto që i përmenda, domethënë. Dija, qeni shembull dhe thirrja. Po thirrja nuk do ketë sukses. Në qoftë se ne nuk do të jemi shembull për njerëzit.